Shikoj që thoni që e doni xhenetin, por puna juaj e përditshme nuk është e denjë fare për xhenet. Pra punët e juaja të përditshme nuk janë punë prej xhenetlive. Sepse punët e xhenetlive duhet të dallojnë nga punët e xhehenemlive. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Nuk janë barabartë banorët e xhenetit me banorët e zjarrit. Banorët e xhenetit janë fitimtarët. Ku dallon, ku do të përcaktohet vendi jon në xhenet apo në xhenem, në bazë të çfarë? Në bazë të jetës së kësaj bote. Kjo është bota ku ne mbjellim për të korr xhenetin apo xhenemin. Pra, nuk janë të barabartë banorët e xhenetit me banorët e xhenemit, automatikisht do të thotë nuk mund të kenë një jetë të përbashkët banorët e xhenetit me banorët e xhenemit që në këtë botë. Jeta e tyre duhet të dallojë. Pra ju thoni që e dum xhenetin, puna e juaj nuk i ngjan fare xhenemit, dhe pika e 6 thotë, ju thoni që friksoheni nga zjarri i xhenemit, por punët e juaja po ju çojnë drejt zjarrit të xhenemit. E përcaktoi duke parë pra Ibrahim ibn Adhemi tek njerëzit këtë situatë që në atë kohë.